Teksa Partia Socialiste po feston fitoren e zgjedhjeve, një lajm i bujshëm është bërë me dije. Më 17 maj Tirana do të jetë mikpritëse e një forumi të rëndësishëm ekonomik ku do të diskutohet potenciali i investimeve në Shqipëri, Ballkan dhe tregjet në zhvillim. Një nga folësit kryesor të eventit do të jetë Jared Kushner, themelues dhe CEO i Affinity Partners dhe njëkohësisht një nga zërat më të njohur në botën e financave dhe diplomacisë ndërkombëtare. Në panelin me titull How Far Can Investment Go in Uniting Albania, Emerging Markets and Beyond, që zhvillohet nga ora 10:05 deri në orën 10:20 të mëngjesit dhe do të trajtohet se si investimi mund të shërbejë si urlidhse midis tregjeve të konsoliduara dhe atyre dinamike që po ngjiten në skenën globale. Nuk e dim nëse Kushner do të jetë fizikisht në Tiranë apo do të jetë virtualisht. Në po të njëjtin event pritet të jetë edhe presidenti francez Emmanuel Macron. Në programin e bërë publik nga FI Institute, duket qartë që një ndër folësit është edhe Jared Kushner. Mbetet për t'u parë më 17 maj nëse ai do të jetë fizikisht apo jo në Tiranë.